raportet e Hashim Thaçit e Recep Selimit të pos parasysh që ai është në devizjen vetëvendosje ka qenë edhe kanë pos për plasje politike sa në kon këto. A janë atje me atë shoqëninë e luftës, a me raportet politike gjatë kohës të arrestimit, a kanë komunikim normal mes vetë që kanë pas kohën e luftës? Jo, unë një dytë, regjen një më herët, tash regjen një pinatë shtatë, tashimin një më vonë. Ata kanë raportet të shkëlqyeshme, çu kanë bërë gjatë luftës. Sa ata në burg i kanë raport as mira sa nuk e besoni, po ju them me sinqeritet më të madh. Sa ata kanë një armit përbashkët. E nesit por kur kemë armikin e përbashkët, dim ti edhe bashkohom, e kështu ata janë të bashkuar aq fort se armikin e përbashkët ne kemë gjykatën edhe kemë Serbinë. Se Serbia është duke të punu dokumentacionin e gjykatës speciale. Serbia është armiki jon. Tash sa gjykata patricia që nuk duke na botu thirr në amend popullit që s'është popullit fare popullit ton, edhe këta kanë një armë, edhe këta kanë raporte shkëlqyeshme, kanë raporte as mira sa nuk e besoni. Sikur kanë ardhur musafir, na kanë po neve tu kesh tu luka vishëm të korridorit siç kishëm në përdhoma ku kishëm musafir, jam bevasu. Se unë kur jam plagos, më katërik safet kasrati faton xhambiam tash. Cilën vit? 98 apo? Në 99. Edhe mu Recep Selimi generali më ka tërjek me kerr me makinë. Generali më ka marr. Tash çu shmuju në pambarësi se generali në vetëvendosje ose me akthi shpinën. Unë kupton binja politiko shtetina, o raportin e luftës kameru me regjën deri në vdekje me familjen e tregjës. Apo raportin me presidentin, pambarësisht ka duhen ajo na pet raport me to që kam qenë burr. Sa ti edhe Baca Jakupo kon nis Baca Jakupo ka qenë nisme tani. Mos i Baca Jakupo ato Nasimi edhe Salimosova Tsali pjeti se kanë qenë përbuxhe të Jugosllavën për Kazamot Jugosllava kanë qenë përbuxhe. Ato kanë qenë burgje shumë më të këqija se kjo. Kushtet në nxerr. Kjo kushtet e mira të paktën. Ta shkallëzisht ata zullumi se ka qenë ato tortura psikikisht moralisht. Gjitha kanë qenë ato burgje Jugosllavë. Jo ky burg pak më anë tash. Ta t'i japim kurajë me qenë shumë i fortë ato. T'i japim kurajë. E kështu që janë marrëdhënie shumë të mira. Marrëdhënie më të mira, më të shkëlqyeshme si thonë marrëdhënie mes tyre. A ndrojnë të fortë gjatë kohës sa janë atje, ai ke po të thym ndonjëherë. Kur në jetën time si kam bëu tani stym, veç unë kam marr guximin dhe kurajë për tyre. Unë kam marr një shkollë për tyre më thon. Edhe pse unë kadria Hashimi s'kemi qenë burxhe kur, një 3, ta 5 kanë qenë burxhe. Kur ata njerëz që këmbot moralisht. Kur ata njerëz që të thonë, pa çka u bë me neve, çka na ndodhi neve. Kur në jetën, kish kur. Kur ata njerëz që më thonë, më dënum. Ja ju dënun juve, kur në jetën time. Ja kena më dënum, kur në jetën time. Ata gjithmonë Baca Jakup ka thonë, çdo sen që ka të merret 11.000 kilometra katror sot i sundojnë shqiptarët. Fjolla ti gjithmonë ka qenë kjo. Presidenti fjallë e një ka qenë, po sot me dënuam vdeksa sot, shteti u shpall. Dhe me thonë këto dy ka qenë shprehjet që i përdor. Kadria, po të me sinqeritetin më të madh, ma prun ymri me popullin ndam të lirë edhe me frymën e ushtri. Kosova me pas. Po njëjtë Reza, njëjtë Nasimi, njëjtë secili pi neve, i kemi pas kanë shpejt fjalës se i jep në atë vend ato. Edhe po thom, sot qytetarët e Kosovës flenë shlirë. Flenë morin frymë shlirë. Vorrosen dhejën e adhejët veç leshëm. Pa tut po vjen një makinë policore serbe që kanë arë për varrimin e përdarsma. Këtu fjallët e ty në kanë qenë, që unë sot i harroj kur këtu fjallë. Mu në mburra me ata burra, që kam qenë burg me ta.